Mësoje para se ti e dëvonë, ja shenjat që paralajmërojnë diabetin e tipit 2. Shumë njerëz me diabet të tipit 2 e kanë në këtë sëmundje pa e kuptuar pasi kjo mund të mos ketë edhe simptoma. Diabeti tipit 2 zhvillohet kur qelizat që prodhojnë insulin në trup nuk janë në gjendje të prodhojnë insulin të mjaftueshme, citon The Sun. Mund të duket si një vendim i çuditshëm për të pasur simptoma, por duart tuaja mund të jenë në fakt një tregues kyç i diagnostifikimit të diabetit të tipit 2. Ekspertët thonë se ka disa shenja në duar mund t'ju tregojnë se ju po vuani nga kjo sëmundje, prandaj duhet i kushtoni vëmendje të veçantë thonjve. Kjo do të thotë se mund të vëreni skuqe rreth thonjve dhe gjithashtu mund të keni kujdes në kutikulat tuaja dhe kujdes në brendësi të thonjve. Nëse shikoni në thonjtë tuaj shenja që nuk i keni parë më parë, atëherë bëni konsultëm me mjekun përkatës, pasi këto sipas ekspertëve të The Sun mund të jenë një shenjë dalluese për shqetësimin e luhatjeve të sheqerit në gjak.